Apo shpresoj edhe ti që Luizi do të qëndronte edhe pak më shumë në Big Brother VIP Albania. Nëse po, nuk je vetëm. Mendoj se shumë shqiptarë do donin që Luizi të kishte qëndruar deri në fund të programit, sepse Luizi risolli këto ditë aspektin human të njerëzit, për cilin publiku e ka dashur që nga fillimi. Luizi nuk ka qenë i përsosur si konkurrent në garën e tij para 3 viteve, por atë e karakterizoi diçka shumë e rëndësishme, reflektimi dhe kërkimi i faljes në momentet kyç. Gjithashtu ai dinte të ndante lojën nga njeriu dhe dinte që të luftonte, të garonte fort, por edhe të ishte njeri në momente të caktuara, kur për shembull banorët kanë qenë sëmur ose kanë patur nevojë, ai ka treguar gjithmonë aspektin e tij human. Dhe këtë gjë e ka treguar besoj edhe gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit që ishte në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Më bëri përshtypje që edhe para se të largohej dje nga shtëpia, ka bërë një gest human përsëri. I ka kërkuar falje banorëve nëse i kishte mërzitur apo lënduar. Edhe në studio u kërkoi falje familjarëve përpara se të largohen. Tani ndoshta ju mund të thoni, po kjo është hipokrite ose e bën thjesht për të larë gojën. Nuk mendoj kështu, sepse sjellja e tij gjatë këtyre 3 ditëve tregon të kundërtën. Ndryshe nga banorët e tjerë, ai tregoi interes të veçantë tek personi dhe te jeta e tyre familjare. Për shembull, më bëri përshtypje një bisedë me Tanin, ku ai po e pyeste për jetën e tij, madje po i kujtonte edhe këngët e Tanit. Ndërkohë që po të shikosh banorët më të rinj, duket sikur janë kaq të konsumuar me veten e tyre, saqë nuk i kam dëgjuar shumë që të pyesin se kush je, çfarë ke bër, por më shumë shikojnë veten e tyre dhe më bën të mendoj për brezin që po rritet dhe egocentrizmin. Një gjë tjetër që më pëlqeu dhe që besoj që bijem dakord është që Luizi ripozicionoi banorët në pikat e tyre të forta, siç do të bënte një trajner i Zotit që kërkon fitoren dhe suksesin e lojtarëve të një ekipi. Tani ne mund të themi, po atë dërgoi produksioni me mision, ishin të gjitha të mirë menduara. Megjithatë, edhe nëse do të jetë ky rasti, pra ky ishte dhe dim që ai u dërgua me mision, mënyra se si e bëri ishte fantastike. Do thosha ka qenë në mënyrë shumë elegante edhe në mënyrë shumë të bukur, pa u imponuar mënyra se si ka dhënë këshilla. Kjo më ka kujtuar një histori të vjetër në Bibël, kur Mojsiu u vizitua nga vjerri i tij, Jethro, për një kohë shumë të shkurtër. Jethro do të vëzhgonte Mojsiun çdo ditë se si merrej me çështjet e popullit nga mëngjesi deri në darkë dhe e pa të konsumuar dhe të raskapitur. Ndaj i jep atij një këshill që i vleti shumë. I tha, kështu siç e ke zënë, nuk ja del kurrë sepse ti po rri nga mëngjesi deri në darkë. Ndaj zgjidh në mes të popullit kryetar të grupeve më të vogla. Në fakt, këshilla e tij nuk ishte thjesht një këshill, por ai i dha Mojsiut me termat e ditëve të sotme një sistem gjyqësor funksional për të shpërndar barrën dhe për të mos u konsumuar ai si një lider. Gjithashtu, siç thash, i dha këshillat edhe të karakterit ose karakteristikave të njerëzve të cilët ai duhet të caktonte në krye dhe pika kryesore ishte të mos ishin njerëz të korruptuar dhe njerëz që pranonin dhurata në mënyrë të tillë ata do të shtremronin drejtësinë në bazë të dhuratës ose të asaj që ne i quajmë sot rishfet. Kjo këshill i vleu Mojsiut për gjithë jetën dhe e ktheu atë nga një lider të raskapitur dhe të konsumuar në një lider të suksesshëm. Por Mojsiu kishte në dorë ta dëgjonte ose ta hidhte pas shpine atë fjalë. Po kështu, edhe lojtarët të cilët Luizi i këshilloi gjatë këtyre ditëve, e kanë në dorë ose ta dëgjojnë këshillën e tij ose ta hedhin pas krave, sepse mendojnë që ata dinë më mirë dhe loja e tyre, strategjia e tyre do t'i çojë drejt suksesit. Te fjalët e urta 989 thuhet: mos e korrigjoj një budalla ose do të urrej. Korrigjoj njeriun e mençur dhe ai do të doj. Mëso të mençurin dhe do të bëhet edhe më i mençur. Mëso njeriun e drejtë dhe ai do të shtojë diturinë. Një pyetje për ty. A ke në jetën tënde dikë si Luizi apo Jethroja, i cili shfaqet për pak kohë në një kohë kritike të jetës tënde? Të jep një këshill që vlen për gjithë jetën tënde, që mund të ripozicionoj për sukses. Dhe e dyta, që është më e rëndësishme, çfarë bën ti kur vjen një njeri si Luizi apo Jethro në jetën tënde? A e dëgjon apo e hedh këshillën e tyre pas krave, sepse në fundit ti di më mirë?
Zoti ju bekoft, edhe dëgjojmë në videon tjetër. Nëse nuk më ndiqni, ju ftoj të më ndiqni nëse ju pëlqejnë tema të tilla që lidhin jetën e përditshme, besimin, etikën edhe punën. Dëgjohemi përsëri.